Po, Gerti. Mirëmëngjes Eni. Mirëmëngjes. Jemi gati? Më duhet dhe gjysmore ka, e kam shtëpinë shumë rëmuj. Po unë jam duke ardhur me Patoko. Patoko? Lëre se gjeta zgjidhjen. Mirëmëngjes, Gerti. Mirë se erdhe. Çdo gjë në rregull? Po, Gerti, mirë që më kujtove për Patoko se do isha akoma në shtëpi dhe tani. Patoko taksi, Patoko shërbime për shtëpi, kot nuk po e nisim Think Big me Patoko. Jam shumë emocionuar për takimin e sotëm. Patoko na ka ndihmuar dhe ne shumë. Na i ka bërë goxha të thjesht pjesën e komunikimit me klientët. Unë jam i kënaqur tek pjesa e funksionimit të aplikacionit, tek pjesa e opsioneve që të ofron si aplikacion, tek pjesa e shërbimit të klientit të shumë favorizues. Në fakt edhe për neve si klient, kjo pjesa e përdorimit të aplikacionit dhe të dim pagesën që në fillim është shumë e mirë. Klienti shkon paraprakisht para se të bëjë atë. Ka të drejtën dhe të zgjedhjes të shërbimit, domethënë mund të zgjedh ekonomikun, mund të zgjedh luksi. U lash tetoni sepse tetoni merrni dhe kafen falas nga Patoko. Do marr 2 kafe të lutem, një americano dhe një cappuccino, po do paguaj me Patoko. Për ty që po na ndjek. Për ty që do të inspirohesh. Think Big! Përshëndetje miq, jemi sot në shtëpinë e inovacionit. Duhet të takojmë arbrin e Patokos. Siç e dini, Patoko është startupi i momentit në Shqipëri. I nisur thjesht një aplikacion për rezervimin e taksive, në harkun e pak viteve është ndërruar në një super app që ofron gjithçka. Po, me të vërtetë që Patoko ofron gjithçka. Nisur që nga shërbimi i rezervimit të taksive deri te shërbime të ndryshme si përkujdesi personal apo dhe pastrimi i shtëpive. Po pse jo, mund ta porosisësh dhe një kafe dhe gjitha kjo vetëm me një klik. Me mbi 700 taksi të regjistruara, mijëra përdorues aktiv dhe një sistem besnikërie që i shpërblen të gjithë. Ja pra, ky është Patoko, super api i parë shqiptar. Dear Hannah, it's a great pleasure to have you here today. As we see at the other side, we have an event session that Plug and Play is running. Can you tell me a little bit what is today's session about? So we actually have a mentoring session right now running around go-to-market strategy to support our 2020 startups actually on the methodic, so actually they can grow for the next steps. Can you please tell me how are you supporting the startups? So we have around a 7-month program where we on one side fly in international mentors coming from industry, experts in certain areas, investors and startups.
and they're getting workshops, they're getting one-on-one sessions. We have a lot of events where we get the community together and we do introductions actually to investors, we give IT perks, we do some social media support. So at the end we really want to help with like a local and international perspective to grow the local ecosystem. So you are really helping on everything, basically. More or less, yeah. But honestly, I'm so happy. Like our mentors, I have over 40 international people coming from Sweden, Italy, and so on. Like they're the stars. What do you expect at the end of this program from startups? Yeah. What are your expectations on them? It's so interesting because the startups are so diverse. Some are more early stage, some are a little bit more approach. But at the end, what we have, I would say, are three goals. On one side, we want to secure them some local and international investments. We want to get them actually pilot ready and the first customers to really test out their technology. Përshëndetje. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që të jemi sot në këtë intervistë me Patokon, me Arbrin dhe përfaqësues të tjerë të tij. Atëherë unë dua të të pyes se cila është puna jote këtu në Patoko, me çfarë merresh, si është një ditë e jotja këtu? Pozicioni im këtu është sales manager, e bëj këtë prej 8 muajsh tashmë. Unë jam në krye të kësaj që duhet të merre me gjithë mbarvajtjen e bizneseve që duan bashkëpunoj me neve. Gjithashtu është edhe pozicioni si account manager që është pjesë e të dyjave. Domethënë duke qenë në nivel startupi në këtë moment që jemi ne, duke qenë edhe të limituar nga ana stafit, na duhet që të bëjmë disa pozicione ndryshme në të njëjtën kohë. Është shumë e vështirë apo jeni mësuar tashmë? Është e vështirë, me thënë të drejtën, por që është një gjë e bukur sepse çdo ditë është ndryshe nga tjetra, çdo klient është ndryshe nga tjetri, çdo biznes që kemi, edhe bën gjën të paktën e bën goxha intrigante. Jemi si një familje e vogël këtu brenda Patokos, ku secili mund të çajë gjithë hallet edhe mund të ketë një bashkëveprim shumë të mirë mes njëri tjetrit. Po për idet, duke qenë se edhe pse jeni ekip i vogël siç e the edhe ti, po patjetër që jeni me rritje të madhe, me ritme të shpejta. Ato idet besoj se duhet jetë shumëta. Si mundoheni që të zgjidhni më të mirën dhe atë të duhur në fund? Për ditë tek ne ka brainstorming se si mund ta bëjmë Patokon më të mirë, gjithashtu çdo sugjerim merret parasysh edhe arrihet në një vendim si grup, që kjo është ndoshta rruga durë që duhet ndjekim për çdo vendim që bëjmë. Mirë, Klivi, unë falenderoj shumë dhe uroj shumë suksese. Faleminderit edhe ty. Përshëndetje Arber. Përshëndetje Gerdi. Fillimisht dua të falenderojmë që na pritet e zyrat e tua, për gëzime për punën e mirë që po bëni. Unë besoj që nuk kishte mënyrë më të mirë për ta nisur Think Big-un, sesa me një startup si Patoko, për vetë faktin sepse ka një ndikim të jashtëzakonshëm në jetët tona. Por fillimisht duam të njohim çik më tepër Arbrin. Okej. Çfarë formimi ke, nga e ke nisur dhe si të gjitha ato hapet që të kanë çuar deri tek ideja fillestare për të ndërtuar kompaninë Patoko. Okej. E para njëherë mirë se erdhët. Faleminderit për privilegjin që po na jepni të kemi mundësi të jemi ndërtparët në Think Big. Unë dua të shtroj dhe ty një falënderim për punën që ke bërë në ekosistem. Dhe arsyeja pse ta bëj këtë falënderim është sepse shoh që puna që bëjmë gjithë bashkë jep fryte të jashtëzakonshme në përmirësimin e cilësisë jetës së gjithë njerëzve që janë pjesë e ekosistemit, që nga ai që e kërkon shërbim te ai që ofron shërbim. Këtë kemi edhe si mantra brenda Patokos. Kjo pjesa e ekosistemit është shumë e bukur, sepse nëse të gjithë e kuptojmë që secili mund të japi nga pak dhe gjithë bashkë mund bëjmë një sinergji të jashtëzakonshme, unë besoj aty fillojnë të duken rezultatet. Absolutisht, absolutisht. Ka nevojë që ne të gjithë bashkë në mënyra tona të edukojmë tregun, të japim ato indicjet e para që njerëzit ta kuptojnë dhe të shkojnë vetë ai rezultat, duke i bërë gjërat. Dhe ne normalisht duke qenë se jemi njerëzit që ofrojmë mundësi që ata ta përqafojnë teknologjinë ose risit, që masa nuk është vetëm teknologji, na del një detyrë e madhe, por që është shumë shpërblyese. Tani, nëse do shkoja tek pyetja që ti bëre. Po, më pëlqen të fillojmë nga e para. Kush është Arbri? Kush është Arbri? Atëherë Arbri është një djalë që është djalë, 42 vjeç, po i lindur në Tiranë, rritur në Tiranë, 17 vjeç, më del një mundësi e jashtëzakonshme për të vajtur në një nga kolegjet më elitare në Britani,
ku kam bërë shkollimin fillestar, 2 vite, me një bursë dhe pastaj kam vajtur në Bristol, ku përveç faktit që kam bërë studimet e mia aty, kam qenë dhe i përfshirë në botën e biznesit, duke më zhdashur që të bëj shitje, kam më zhdashur që të bëj përfaqësimin e disa klubeve të natës si mënyrë për të financuar stilin e jetës, më shumë se çdo gjë tjetër. Por edhe nga ana tjetër menaxhim të ekipeve të basketbollit aty, duke luajtur edhe basketboll dhe sa tashmë më parë Partnership Tiranës puro, jo vetëm në sensin që ka lindur këtu, paska se familja ime është nga jugu i Shqipërisë, po në momentin që ti futesh thellë në teshën e ADN-së së një qyteti, bëhesh pjesë atij qyteti dhe nuk është detyrimisht nga ke përardhën. Ç'është, ne jemi çfarë kulture përcjellim, kështu që unë quaj veten Tiranës në atë aspekt. Më pëlqen. Dhe kam luajtur me Tiranën që 15 vjeç. Kam qenë, Biles ka qenë një vit shumë interesant, kemi qenë një grup çunash që kemi qenë në atë lloj moshe pothuajse që kemi kaluar me Tiranën. Dhe unë me Tiranën pastaj kam vazhduar që të kem jo vetëm pjesën e të luajturit basketboll, por edhe kam menaxhuar një ekip basketbolli, vajzash që rikthyen pas 20 vjetësh dhe kampionate, kështu që me biznesin kam pas një lidhje të ndërsjellë gjatë gjithë kohës. Pasi mbarova universitetin në Bristol, më dha një mundësi që të vija në Shqipëri në 2008, ku 2008 duket si një vit jashtëzakonshëm për ekonominë shqiptare, por që ne nuk e dinim që efektet e krizës globale që pastaj e pllakosën në gjithë botën do kishin dhe implikime këtu. Unë erdha me real estate-in, ku real estate-in nuk imagjinoj, por investitorët britanikë kishin konsideruar dhe unë isha country manager, pra menaxher i gjithë zyrës së Shqipërisë, por nga që investitorët vinin nga jashtë, u ndërprej ajo në momentin që Lehman Brothers ran poshtë dhe pastaj ran gjithë ato portofolet e investimit që kishim, u desh pastaj të punoja në atë që kisha bërë formimin tim, që ishte e lidhur me trashëgimin dhe me kulturën, duke bërë fillimisht një shef i trashëgimisë në një drejtori të kulturës, pastaj titularit e institucionit dhe pas disa periudhe që qëndrova aty dhe patëm disa suksese që mund të listohen, kalova dhe drejtori trashëgimisë kulturore për Ministrinë e Kulturës. I gjitha kjo më mbrojti që të kisha një kuptim më të mirë të asaj që është shtetërore dhe asaj që është private, si ndërthurë me njëra tjetër e tjerë. Dhe pastaj kam pasur një eksperiencë tek Tapi, duke qenë menaxher në terren i një grupi konsulentës shumë të mirë, që merreshin me impaktet mjedisorë, kulturore dhe sociale. Dhe pas asaj kam punuar me Helvetasin, që është një organizatë ndërkombëtare që është në fushën e zhvillimit, e cila ka një shtrirë shumë të madhe, derisa përfundova menaxher rajonal për Europën lindore. Dhe më pas një natë në një diskutim të mëdha me partnerin kryesor në Patoko, Patriko, me cilën kemi themeluar idenë fillestare, filluam të kristalizonim ajo që do ishte oferta që ne kemi sjellë në tregun shqiptar. Pra, eksperienca e deri tanishme ishte pak e lidhur me biznesin? Nëse kuptoj, atëherë unë kam pas apo konsulentët kanë qenë të drejtuar të biznesit? Po, biznes per se kam pasur dy herë, kam pasur prapë diçka inovative që ishte shitja e lëngjeve të frutës, në një kohë kur nuk shihe ajo si diçka që vlente, dhe tani aktualisht ka një adoptim shumë të madh i gjenë në çdo bar. Dhe kam pasur edhe pastaj një diçka në fushën e argëtimit, që ishte me struktura që fryhen me ajër, ku njerëzit mund t'i përdorin atë për argëtimin. Pra kam pasur eksperjenca të shumë llojta. Kam një element që nuk e përmenda, po kam pasur mundësi që të angazhohem edhe në aspektin politik, duke parë edhe një pjesë tjetër të mënyrës se si qeveriset qyteti, si qeveriset shteti, si qeverisen jetët dhe vendimarrja etj. Pra, do të thoja që tek arbri para se shkonte te Patoko ka një eksperiencë të shumë fisht në mënyrën se si shpërfaqet bota dhe pastaj atë kam përbrendsuar dhe për vete. Kështu që nuk ka qenë mbase rastësore që është kjo që kemi po bëjmë tani. Ti në këto vite ke bërë shumë gjëra, pra shumë eksperienca diverse. E kishe planifikuar ose i kishe menduar që kjo që do bëje më pas do ishte po kaq diverse në të gjitha drejtimet, sepse nisësh një startup, gjithë nisin nga një ideja. Mirë, po ideja duhet validuar, duhet njohur tregu, duhet bërë researchi, analiza, duhet testuar një MVP, duhet ndërtuar pastaj më pas një ekip, ky ekip duhet të zhvillojë një produkt, duhet një project manager, pra janë 1.001 hallka. 1 milion. 1 milion. Qëndrojmë këtu. Ishe i përgatitur për këtë 1 milionshin, apo ishte ai momenti që I can do this and I'll do it? Unë jam gjithmonë tërhequr nga mendimtarët ose njerëz dhe arritur të fushave të ndryshme.
Dhe që kanë përbashkët, qoftë në fushën e basketbollit, që s'do merja idhullin ti Michael Jordan dhe pothuajse gjithë botës, do shije që nuk arrit asgjë pa punë dhe vështirësitë janë të shumë llojte. Janë të natyrës fizike, janë dhe natyrës psiqike, janë dhe natyrës aktorëve dhe fenomeneve ndryshme që ndodhin në raport me suksesin që do kesh. Qose do shkojmë pastaj tek ata idhujt në një farë mënyrë në pjesën e politikës apo në pjesën e komersit apo të inovacionit, do shohësh prapë që është e njëjta gjë. Kështu që e kisha të dëgjuar. Okay? Por ta kesh me të dëgjuar dhe të bjerë ta bësh vetë është një koncept edhe një eksperiencë totalisht ndryshe. Kështu që e kisha një ide të përgjithshëm, ortaku im fillestar, pra bashkë themeluesi Patriku, edhe ai kishte pasur një eksperiencë të ngjashme nga unë dhe i diskutonim këto gjëra. Por planifikimi prap nuk barazohet me atë që gjen të arrijë. Kështu që ne kemi zbuluar që gjatë rrugtimit të shkurtër të pothuajse 3 viteve tani, na është dashur të bëjmë gjithçka, nga marketingu, tek rekrutimi, tek financat, tek zhvillimi i produktit, testimi i produktit, shitja tek shoferët, shitja tek tregtarët, domethënë çdo element që ty të duhet që ta vësh në jetë, nëse një themelues në stadiet e para që nga ideimi deri pasaj kalimi në treg, nëse nuk e ka lënë vetë dhe nuk e bën vetë që ta kuptoj dhe ta përbrendsoj, nuk do kishe. Kështu që nuk e kisha imagjinuar, por fatmirësisht prej faktit që edhe mase ishim të sprovuar të dy, edhe Patriku dhe unë, erdhëm me një eksperiencë pak më të madhe dhe kjo na dha atë lloj durimi për të pritur për të kaluar tek ajo që pastaj në sy tanë është një sukses i vogël. Them sukses i vogël sepse në kontekst shqiptar mase sukses i madh, ne duam që të bëhemi nga kompani teknologjike më të arrira në Ballkan, mbas edhe në Europë. Ju filluat me një aplikacion që bënte rezervimin e taksive. Më vonë filluat të shtoni shërbime të tjera. Pse e nisët, nëse kishit një vizion që do ishte një super aplikacion, pse e nisët pikërisht me taksit? Ku ishte ajo ngacmimi i parë? Interesantja shumë e madhe e historisë Patokës është që ne nuk donim ta fillonim fare as me taksin as super aplikacion. Por kjo është gjë e bukur e përplasjes së ideve që ndodhin me një ekip që është i vendosur që të bëjë një ndryshim të madh. Ne donim të demokratizonim hapësirën botërore nëpërmjet teknologjisë dhe normalisht ne duhet të fillonim diku. Filluam me ide fillestare që ishte dërgesat e ilaçeve nëpërmjet një sistemi të qëndërzuar ku gjenerohej fillimisht receta nga doktori, ajo pastaj në mënyrë digjitale i shkonte të gjitha farmacive dhe pastaj do ndërlidhe dhe me mobilitetin, pra mobilitetin e kemi pas pjesë tonë, me ata që janë sot ofrues të këtij shërbimi që janë me motora, me makina etj. Zbuluam shumë shpejt që ka limitime në aspektin rregullativ. Dhe kështu u kthyem prapë dhe bëm atë që bëjmë gjatë gjithë kohës, pra që është testimi i ideve. Dhe nga dia që kam unë e Tiranës, zbulova që shërbimi taksi ose mobiliteti në tërësi në Tiranë është një nevojë e pashmangshme. Tirana është rritur shumë shpejt, kapacitetet e rrugëve janë shumë të limituara, oferta e mjeteve të transportit është po ashtu e limituar dhe është e çorganizuar. Ka pati një impakt nga kompanitë private që rregulluan nëpërmjet qendrëzimit të call centerëve, po ajo nuk i jepte zgjidhje nevojës që kishin njerëz për një shërbim të shpejtë. Dhe shqiptarët njihen për nevojën për të bërë gjëra të shpejt tani ose mundësisht dje. Për të cilë këtë ofertë që ne e dinim që ishte e testuar më përpara. Pra, ne nuk është se kemi bërë inovacion të pastër kur flitet për ofertën e shërbimit taksi, si ide fillestare, ka pasur dhe ka gjigant global si është Uberi, Bolti, Freenow, ku diun kudo që të fokusohesh në çdo lloj cepi të botës, por ajo që sillim ne për Shqipërinë ishte rësi. Dhe filluam me një MVP që ka ngjason shumë atë historinë e Rosaku të shëmtuar. Ishte një MVP totalisht i shëmtuar me mungesat theksuara në features e tjera, po ishte funksional. Dhe me atë filluam të kuptonim më shumë tregun. Pra ne dinim nevojën që kishte tregu. Ne dinim se çfarë do të donin të kishim dhe një objektiv, por nuk dinim se çfarë nevojë perfekte kishte ky produkt, duke marrë eksperiencën nga shoferët dhe nga klientët, jo detyrimisht nga modeli ekzistues që ishte Uber etj. Aty filloi gjithçka dhe në këtë mënyrë, duke pyetur një përdoruesit tan, shkuam që jo vetëm nga taksia, kaluam te autobusët, pastaj kaluam tek pastrimi, që
logjikisht nuk bën sens, sepse nëse fillon me mobilitetin, ti mendon që do shkosh tek posta, do shkosh tek mikromobiliteti, do shkosh tek avionët, do të udhëtimet ajrore deri, po nuk vajtem aty. Kështu që është kjo na bën mbase të veçantë treg që ne dëgjojmë çfarë do tregu, duke bërë pyetje konstante. A ti mendon se sfida kryesore ka qenë teknologjia apo edukimi dhe përdorimi nga userat, nga shoferët dhe nga klientët? Sepse po t'i dëgjosh Steve Jobs, edhe ai që bën teknologjinë vet, ishte gjithmonë thoshte orientohu nga user experience, nga përdorimi dhe pastaj krijo teknologjinë. Pse mendon që ka qenë kaq e vlefshme që ta kishit teknologjinë vet, të ndërtoni teknologji pronësore, si mund të quajmë shqip, dhe jo të huazoni dhe të përdorin të zgjidhjet gatshme? Ne që në fillim e dinim që do ndërtonim infrastrukturë kaq komplekse sa që është Patoko sot. Dhe nëse do merrim një klon në cilin do ndërhynim dhe do sillnim disa ndryshime, po do ishte ngjashëm me ata gjigantët që përmendëm më parë, nuk do ishte Patoko. Pra do ishte një kopje funksionale që si biznes do funksiononte shumë mirë. Duke qenë se ne donim të ndërtonim këtë lloj infrastrukture, e cila ishte ndërlidhur në çdo aspekt të saj, duke filluar që nga portofoli digital i pikëve, duke filluar tek rezervimet, tek shpërndarja etj. Dhe jemi të vetmit që e bëjmë këtë gjë. Mund të përmend që është Wolti për shembull në Shqipëri që bën një gjë si Patoko, po kaq. Ne nuk e ofronim dot të gjë në këtë mënyrë. Nga ana tjetër, duke bërë teknologji pronësore, ty t'jepet mundësi që nëse do duhet të rikthehesh në një aspekt të saj për ta përmirësuar më mirë, e një më mirë sepse ke kaluar vetë. Kështu që duke u thelluar tek dija e arkitektit sistemit që është Patriku, ne bëm këtë zgjidhje sepse nga ana teknologjike eksperiencat i kishte treguar që nëse nuk është i jotja teknologjia, detyrohesh të kuptosh gabimet që kanë bërë më përpara. Kur i bën vetë, mëson më shpejt. Arber, ne dim se një startup është një biznes i dizenjuar për të ecur shpejt. Dhe ajo që kanë bërë edhe me Patokon është që ju vraponi, ju fluturoni, ecni shumë shpejt, sepse unë mbaj mend bisedat tona të para, ndërkohë që flisnim për një model i ngjashëm me Uberin, ndërkohë pas një muaji flisim, kemi futur një shërbim të ri që ka të bëjë me rezervimin e autobusave, pastaj kemi të bëjë me shërbimin e pastrimit, pastaj shërbim tjetër. Disa kanë hyrë mbas edhe kanë dalë, pra është një qasje shumë e mirë që ne ju duke pas teknologjinë tuaj hyni, dilni shpejt dhe testoni, por unë kam bërë që kjo qasje ka dhe konkurrencë, sepse dikush sheh që po ndodh diçka dhe futen treg. Dhe tregu, mendojmë ne që Shqipëria nuk është aq i madh. Juve keni frikë nga konkurrenca dhe si përballeni me këto hyrje dalje që mund të ketë tregu, që mund t'ju pengojnë në zhvillimin tuaj të shpejt? Jo, aktualisht Shqipëria është ajo që quhet një oqean blu. Pra, konkurrenca reale, serioze me atë që ne kemi para me Patokon nuk ekziston. Pra ka klone të cilat deri në farë pike i afrohen Patokos në ofertën fillestare, po vetëm te taksia, por nuk shkojmë përtej që të fusim gjithë aspektet e asaj që ne kemi bërë. Kështu që në këtë mënyrë ne nuk kemi frikë nga ky lloj. Pra kjo është zgjedhje që ju diferencon, mendon? Absolutisht. Jo rritje në një vertikale, po në disa. Domethënë ne mendojmë që një person modern i 2025-s ka nevojë të haj, ka nevojë të lëvizë shpejt, ka nevojë që të ketë gamifikuar, ka nevojë që të mbaj pikët e supermarketit, pikët e kafes e gjithçka tjetër në një aplikacion. Dhe po të shohësh sot, çuditërisht, kemi vajtur këtu si konkluzion, paska se ne e mendonim të gjë. Shumica njerëzve në turët që kanë bërë më shumë në universitete, kur i pyes sa mund ta shkarkoni, thonë jo se s'kemi hapësirë në telefon. Pra ka një mori aq të madhe aplikacionesh që bëjnë gjëra të shkëputura. Ne themi të njëjtën gjë, se tregu ky është. S'keni pse ta merrni në formë të shkëputur, e merrni brenda Patokos. Dhe Patoko bëhet i besuar juaj për të gjetur këtë shërbim. Pra bëhet ai që midis tonëve sekseri digital. Pra ti shkon tek një person që njeh tregun në kontekstin e vjetër, që njeh elektricistin, që ditë fusin shkollë dhe gjithë sepse e gjen zgjidhjen aty. Të njëjtën gjë ne duhet të bëjmë me Patokon. Tani kjo ndihmon të dyja krahët e tregut. Ndihmon përdoruesin, sepse e di që do gjej gjithçka, dhe ai që do të tregtoj vjen aty sepse e di që ka përdorues. Kështu në një farë mënyre, prandaj edhe sekseri respektohet, dhe midis tonësave, sepse ka informacionin e dur dhe zgjidhjen e shpejtë për nevojat që kanë të dyja palët e tregut. Fundjavën e kaluar isha në një trajnim në Vasil Naxhit, edhe mjeshtro biznesin dhe ceku pak pjesë dy arsyet ose dy faktet kryesore sepse startupet falimentojnë ose dështojnë. Kishin bënin me pjesën e zhvillimit shpejt, pra se normalisht duhet rritë shpejt. Ata ose zhvillohen shumë shpejt dhe në rrugën e tyre i mungojnë sistemet, ose zhvillohen ngadalë dhe i mungojnë parat, pra i mbarojnë parat. Si keni arrit në këto 2 vite e gjys të gjeni një të mesmetar që paralelisht të financoni atë që jeni duke bërë
dhe të ndërtoni sisteme që t'jeni në gjendje të përballoni rritjen dhe këto goditjet, po themi, që mund të vinë nga kudo. Nga ana teknologjike, dhe kjo është një nga arritjet më mëdha që kemi ne, është që teknologjinë e bëjmë gjithën brenda shtëpisë tonë. Që do thotë që kostot e asociuara që ka çdo startup teknologjik, ne i kemi të hequra në këtë këndvështrim. Por edhe kur marrim vendime, pra do nxjerrim këtë produkt apo këtë feature të re, ne marrim koha teknologjike, koha e shpenzuar, kosto inxhinierike, a ja vlen apo se vlen, është ky momenti dur apo jo. Pra ne jemi të vetëdijshëm që nga momenti i parë që e para donim bërim një startup i cili të ishte në konceptin e lean business, pra që të kishte një strukturë shumë të vogël që bazohet te teknologjia realisht shumë e mirë që e mbante edhe një infrastrukturë shumë të madhe dhe kostot gjithë kohës duke optimizuar çdo aspekt tonin për ta mbajtur sa më poshtë. Kjo na bëri që të jetonim vitin e parë, që është viti më i tmerrshëm. Pjesën financiare e keni filluar me parat tuaja, besoj. Po, me parat tona. Pastaj me shumë modeste. rritja e vogël ka gjeneruar pak të ardhur, ato të ardhur janë hedhur të gjitha në biznes, me sa më ke thënë. Bootstrapping. Një gjë bëjmë akoma. Mënyre tjetër për ta financuar. Po janë dy Ku i mënyra. keni gjetur lekët përveç atyre fillestarëve, sepse ajo Okej. patjetër është boosti. Patjetër. Po për të rritur, për të zhvilluar dhe për të pas plane të tilla që të shkojmë shumë larg, si ja ke dalë me lekët? Kjo është pyetje që ja bëjnë të Jo, gjithë patjetër. vetes, sepse Pa. leku gjithmonë është ajo pengesa që për të bërë diçka ti fillon numëron do duhen kaq mijëra euro, kaq miliona, s'ka kush më jep dhe që të ndalon. Si keni operuar? Më pëlqen kjo mënyra e të menduarit për të më shpjeguar pak, Jo, patjetër. edhe kjo besoj krijon një model që pse jo ta shohin shumë startupe. Pa. Ne kemi mbajtur kostot poshtë në fillim. Pra cash flow ka qenë shumë e rëndësishëm për ne. Pa çka se donim të investonim para, duke qenë se si kishim, mundonim që të optimizonin çdo aspekt e ekzistencës Patokës. Pas asaj duhet të jesh shumë strategjik në mënyrën se si ti e bën marketingun. Dhe ne në vitin e parë patëm fat shumë të madh, sepse në një moment të caktuar patëm mundësi që të kishim një rritje eksponenciale. Kjo na krijoi atë mundësi pastaj që të ecim përpara. Tani janë dy mënyra për ta bërë. Ose do vazhdosh duke bërë këtë gjë që kemi bërë ne, duke u kujdesur, dhe të shkosh gradualisht aty ku mendon, ose do shkosh rrugës tjetër që është të kërkosh financime. Tani ne kemi pasur fatin që edhe ekosistemi po ndryshon, edhe aktorë të ndryshëm po investojnë në ekosistem, duke folur edhe për qeverinë shqiptare, por edhe ndihmë huaj. Kështu që kemi marrë edhe fonde nga Bashkimi Evropian, kemi marrë edhe fonde nga qeveria shqiptare, nga agjencia startupeve, që na kanë dhënë një dorë që të paktën atë majën e hollë të lapsit ta kishim pak më të trash në vendimarrje. Pse? Sepse me më shumë para ke mundësi të bësh më shumë. Është normale. Tani mënyra tjetër është që pastaj të shohësh për partner strategjik, që janë jo vetëm në fushën e paras, por edhe ajo që quhet para e zgjuar, smart money, që të japin atë që ty të duhet për të rritur më shpejt. Pra të japin një kapital që të thotë merre, harxoje për nevojat e tua dhe normalisht i shet një pjesë të kompanisë tënde. Dhe këtë pastaj mund ta vazhdosh në mënyrë konstante duke përmirësuar edhe atë që e ke përvetësuar që në fillim që është të jetosh me zero. Dhe pastaj duke qenë se ti e ke bërë funksionale me zero, imagjino çfarë mund të bësh multiplikimi me shumë para. Dhe kjo është rruga tradicionale që zgjedhin startupet të paktën botërore. Tani vendimarrja i takon themelusit. Do t'i japësh një copë të bebit tënd dikujt tjetër ose shumë vetave njëkohësisht, apo do ta mbash vetë dhe pastaj je pronar 100%, por nga ana tjetër nuk e ritmin e rritjes si të. Ne kemi qenë dëshmitar të dyja modeleve. Ka pas modele që e kanë mbajtur me kujdes, e kanë ruajtur atë bebin e vet dhe janë rritur në mënyrë graduale, që për mendimin tim konsiderohen kanë definicionin e biznesit, pra pak më vonë, pra nëse ti e harxhon mbi 5, 6, 7, 8, 9 vite me rritje organike, po them ose të vogël, unë nuk e shoh më modelin e startupit aty, është dhe kjo tjetër që dikush jep sepse sakrifikon atë pjesën e vogël për një rritje eksponenciale si ti u shpreh. Ju kë keni përqafuar dhe cilit janë planet e tuaja në vazhdim? Ne kemi përqafuar, siç është vetë Patoko, një model hibrid. Fillimisht kemi rezistuar shumë, paska se kemi pasur ofertë që në muajin e 4 për të qitur. Pastaj kemi pasur në fund të muajit të vitit të parë për të qitur prapë një pjesë të Patokës, por duke qenë se
paktën investitorët shqiptar nuk e kuptojnë 100% një kompani teknologjike dhe shohin tek asetet, pra nuk e vendosin peshën tek pronësia intelektuale ose tek teknologjia që ti ndërton. Tek modeli. Tek modeli diçka tjetër. Na duket si një marrëdhënie shumë e vështirë dhe ne donim të gjenim realisht dhe e kishim vënë në sfond që kur të vinte momenti që ne do shisnim një pjesë të kompanisë, ta shisnim dikujt që kishte tiparet tona, që shihte vizionin ton, që e kuptonte që kjo mund të jetë kompani që mund shkojë 100 milion, po mund shkojë edhe 1 miliard, po mund shkojë edhe më shumë. Një personi që ishte i gatshëm të rrezikonte për një ide, një personi që nuk vinte vetëm me para, që në këndvështrimin tonë është vulgar. Ne duam që personi që do bëhet pjesë e asaj tabelës së aksionerëve të vi me dije dhe të japi mundësi që të hapi disa dyrë të cilat ti vetë si startup founder, pra si themelues nuk e bën dot. Kështu që ne patëm mundësinë ta prekim çik këtë të dytën, kemi gjetur një person realisht që për mua është privilegj sepse kam ndjekur rrugtimin e tij në inovacionin e madh që ka bërë në fushën e pagesave, edhe për moshën që ka është mendimtar dhe është nga liderat e asaj grup moshe në botë dhe një person i cili t'i ofron të dyja qasjet. Të ofron edhe paranë e zgjuar, po të ofron edhe thjesht kapitalin nëse do të shkosh në të mirë. Pra, një marrëdhënie super e lehtë për të zgjedhur dhe për na e dhënë vendimarrjen neve dhe lehtësinë si founder që të vazhdojmë me vizionin tonë. Personin fjalë si quhet? Personin fjalë është Kevin Sekniqi. Unë fatmirësisht duhet të falenderoj ty, sepse ishte një nga aktivitetet që ju keni bërë, ku pata mundësi të bëj atë elevator pitchin e thjesht, pastaj domethënë ka qenë nga ato momente deri tash në Patoko ka qenë e gjitha sikur supozohet ndodhte ashtu. Edhe gjeta me Patrikun edhe ortakëve të tjerë, edhe pastaj me Kevin mundësia që të flisja shkurtimisht, fakti që ti më ftove, fakti që pastaj vazhduam etj dhe edhe fakti që unë e dashuroj fushën e pagesave të kriptove ku është Kevini, ishte sigurisht e thënë për të bërë. Kush të njeh ty, njeh atë Arbrin agresiv, thonë se, që sa herë takon ka për të propozuar diçka, ka për të pitch diçka, ka për të treguar një aplikacion, ka për të treguar një feature të re. Të pyet, e kupton çfarë ti bën dhe thotë, pse nuk bashkëpunojmë për 1, 2, 3, 5 gjëra. Arbri ka qenë i tillë gjithmonë, apo është Patoko që ka realizuar një lloj transformimi brenda Arbrit, pra Arbri parë dhe mbas Patokos janë të ngjashëm, apo ka një lyje që ka ndikuar në zhvillimin e Arbrit? Arbri ka qenë gjithmonë kështu në mënyrën se si e ka bërë jetën, edhe me Patokon është match prap, mase ka qenë e thënë siç e thash më parë, ajo kam qenë i keq kuptuar. Kur kam qenë në basketball, njerëz mendonin se isha individualist, por gjithçka që bëja për ekipin. Kur kam qenë politik, kam dashur që të jenë demokratizues në nivele shumë të larta, dhe mbase kjo ka qenë arsye pse më ndërprej karriere. Kur kam qenë në biznes, pra unë kam qenë me idenë jep diçka se do marrësh diçka mbrapa dhe edhe në botën e ekosistemit që ti po përmend tani, nëse pyet vërdall, po ti sapo e përmend vetë, çdo qasje që kam parë ka qenë hajde të bashkëpunojmë sepse kjo është një sfidë shumë e madhe që kemi gjithë përballë. Jemi duke folur me një shoqëri e cila ka kaluar shumë caqe, nga dalë, nuk i ka kaluar shpejt. Qofse mendon për vitet e ardhshme, qofse mendon për tregjet e ardhshme, qofse mund ndash me neve do ku e shef Patokon mas 5 viteve, 10 viteve, kush është vizioni jot, si do rriteni, ku do rriteni në 5 deri në 10 vitet e ardhshme që ta mbajmë këtë intervistë si një provë, që kur bëjmë intervistën e ardhshme duhet të kthejmë kokën mbrapa dhe të shohim çfarë kemi thënë dhe ku jemi. Shpresoj të jem më pesimist se sa do jetë realiteti. Vizioni që kemi ne realisht është që së shpejti, të paktën në aspektin e mobilitetit dhe demokratizimit të komersit, të jemi në gjithë Ballkanin. Pastaj do shohim gjithmonë më shumë që testimin e atyre ideve që ne kemi përfituar dhe eksperiencës, ta shtrim pastaj edhe në tregje më të maturuara. Donim që të shkonim të tregjet jo të maturuara në fillim, sepse shanset për sukses janë më të larta. Ëndra ime realisht Gerd është që çdo person që ka një telefon të ketë Patokon të instaluar dhe ta përdori për një aspekt të jetës vet. Kjo është arritja më e madhe. Pastaj sa para bëhen, sa tregje janë etj, këto janë nën produkte të këtij vizioni. Do ta ketë dikush në dorë Patokon dhe thotë që do të blej një kafe, do të bëj këtë, do të bëj atë. Dua që t'jetë Patoko konduiti që të shon atë. Ne te Think Big mendojmë që përveç se marrim njerëz vizionar që tentojnë të arrijnë gjëra që të tjerët nuk i kanë arritur ose as kanë tentuar të arrijnë, mund pëlqen kjo qasja jote që
do bëjmë këtë, pra ke shumë gjëra që do të bësh dhe pjesën më të madhe të tyre i ke treguar që i realizon. Mirë po ka ky model, ne duam ta përcjellim edhe të rinjt. Pra ta mbyllim me një 2-3 pyetje që unë do doja të ndaje në formë tipsash të shpejt për brezin e ri që po na dëgjon. Për shembull, a niset një ide pa kapital, pa pasur para fare? 100%. Pa e mbaruar fjali, 100%. A ka shanse për sukses një ide, por pa ekipin e dur? Ja, është shumë e vështirë. Ekipi është bazë dhe nëse do marrësh eksperiencën personale, të gjithë njerëzit që janë të përfshirë në pjesën e investimit fillestar nuk e shohin fare kur bëhet fjalë për ide, se çfarë është ideja. Shohin më shumë ekipin. Ai ekip mund të ndryshojë pastaj nga ideja fillestare të shkojë në ide akoma më fituese. Por nëse ekipi është i dur, ka mendsinë e dur, ditë ekzekutojë, ditë të ketë të gjithë elementet që duhen për të ecur përpara, është elementi më i rëndësishëm. Kështu që ekipi para ides. Më mirë vetëm apo me partner? 100% me partner. A ka ndikim mosha për ta bërë një startup suksesshëm dhe cilat janë kriteret që ndikojnë përveç moshës biologjike? Është një pyetje pa drejtë sepse çdo rast do të parë në atë lloj aspekti. Nëse ke një ide super inovatore dhe ke ekipin e dur, siç janë gjigantët e teknologjisë amerikane, mosha s'ka fare kriter. Pra Mark Zuckerberg, Elon Musk, që të gjithë. Pra ata kanë qenë njerëz të dur, në kohën e dur, me dijen e dur, me energjinë e dur, mosha jo kriter. Por dhe mjedisin e dur. Nëse do flasim për kontekstin shqiptar, fatkeqësisht na duhet të mbetemi tek një moshë pak më avancuar me eksperiencën e dur, sepse rinia shqiptare nga shkëmbimet e ideve dhe eksperiencës që kanë pasur është akoma disi infantile për sa i përket njohurive globale. Pra, njohin një aspekt, nëse janë teknik, shohin vetëm pjesën teknike, nëse janë vetëm biznes, shohin vetëm biznesin, por shohin vetëm për Tiranën, shohin vetëm për Shqipërinë. Nuk ka një këndvështrim global ose një eksperiencë globale e cila t'i japi sukses. Kështu që unë mendoj që sot ka nevojë për njerëz që kanë eksperiencën e dur, por nuk është detyrimisht determinant. Ajo që është e rëndësishme është që po të ishte Arbri 23 vjeç aktualisht do të bërë këtë gjë, mbas do kishim ecur më shpejt sepse do kisha mundësi të punoj 24 orë, 24 të flija shumë më pak se ç'flet tani. Me ato 4 orë, 5 orë humbas shumë. Qasje e bukur. Do them dhe një gjë tjetër të fundit, se më the me iteracion gjë. Ne aktualisht kemi mbyllur u pranuam nga Google te programi startupeve që ata kanë. Google for Startups? Google Cloud for Startups. E para. Dhe jemi ndër të paktën se nuk e di se statistikisht që janë pranuar aty. Jemi në diskutime me ta për të folur për pjesën e AI-t dhe jemi edhe duke parë vetë dhe kemi në roadmapin tonë për 2025 mundësinë për të filluar me iteracione të ndryshme për ta bërë më thjesht. Pra kur flas për patokë, nuk flas për shërbime. Flas për një eksperiencë shumë të lartë teknologjike, e cila nëpërmjet shërbimeve e bën të mundur ato që duan njerëzit. Kështu që mund të kesh AI shumë shpejt, mund të kesh ndërlidhje gjysmë hibride në sistem, sisteme të reja pagesash, shërbime që s'të shkon mendje, partneritete shumë të mëdha, kështu që iteracioni jonë është shumë i shpejtë. Ka karakterizuar mua po edhe ekipin tim, kështu që besoj që pas 5 vjetësh të shohim kush do nga ato. Më pëlqen dhe unë ndaj besimin që ju do të shkoni shumë lart, dhe unë nuk do pres 5 vjet, kam përshtypjen që vitin tjetër besoj do kemi një takim shumë të afërt. Arber, dua të falenderoj shumë që ishe pjesë e kësaj bisede në Think Big dhe vazhdo Think Big. Të falenderoj shumë dhe besoj që nuk do të zgënjej. Nga ëndra të guximshme, lindin zgjidhje që na lehtësojnë jetën. Patoko është dëshmia se kur mendon për të zakonshmes, krijon të jashtëzakonshme. Shihemi në episodin e radhës së Think Big.